Babe do na thuash dy fjalë. Apo i ke thënë të gjitha? Jo. Aliko, këtu. Unë jam dëgjo. Kur u prish stremi është 34 vjeç. Sot jam 70 vjeç. Qa ndryshoj, ba? Asnjë gjë. Rrita fëmijët me gazet, pa rrugë, pa gjë, me mushka, me gomar, me ato kanë bërë sot fëmijët i këtor kanë bërë vetëm. Për këtë tutje, mbas si vajta 70 se unë nuk shkoj asaj më që të bëhet rrugë, të shkoj unë makinë. Se nuk e shpresa? Nuk kam më vajta 70 vjeç ku do shkoj më, nuk është e pamundur. Kanë shpur një smurë, këtë e në Vlorë, më shumë e smura unë maqinë natën, se sa që smura nga gropat. Po që pasaj për punë bashkie, jo e bëne, jo se bëne ato së dite. Ajo punë bëhet, o e bëne e dirama, o këtas, kanë lefë vla, qa do për. Ne pagojmë gjitho gjitho lek për një armat njerëzi që quhet pushtet vendor. Shumë të drejtë, jo se nuk do. Vullnetësina ja te kemë këtu se thonë të tërë. Ka shme ka arë 1000 herë këtu, nuk ka dhënë llafin asnjëherë, nuk u jap llaf për të bërë rrugë. Pra vullneti se ka dhënë llafin. Asnjëherë s'ka dhënë. Po kush e dha llafin atë çka? Dëgjoj tash. Kurse në ashti para zgjedhjeve, Nertili ka arë, ka pranuar që ka më zjerë një fond për 3 kilometra gjysmë rrugë, dhe boj, këto nuk e di. Nese, kjo është realiteti, situata është kjo. Juni të nderuar, ja shije shkruaj, çfarë them. Me traktor, me azetorin mund të ecet mirë këtu. Kero, unë them, shpura një cmur, dhe nuk e shpura të defër në Vlorë, nuk s'kish ku vinë mos, e ish gropa. Imagino të taj gjarpri, Bine, shi, që duhet kapësh... Ne, ajo është mos më keqja aty. Kjo është e nderuar.